U tmerova, më ra tavanin mbi kokë. Doja që në atë moment t'i fus thonjt në fytë ta mbys. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Sonte pranë jush do të sjell rrëfimin e radhës. Një letër që më kam bëritur në TikTokun tim nga një grua që shkruan trishtimin e jetës. Do ta quaj trishtimin e jetës sepse kështu e ka përkufizuar jetën e saj. Dhe kur e lexova atë letër më besoni që aty brenda vërtet pash një trishtim. Përshëndetje Tiranë. Unë që po të shkruaj jam një vajzë nga Tetova. Doja që të ndaj historinë time. Sot jetoj në Zvicër. Jam rritur gjithmonë me dëshirën më të madhe që të krijoja një familje. Të gjeja një njeri në jetë që të kënaqeshim e të jetonim bashkarisht. Shkollën e mesme e mbarova në qytetin tim dhe më pas prindërit me njëherë më fejuan. Më fejuan me mësit, apo si që thoni ju me shkesi. Unë djali nuk e njihja, por që rëndësi kishte. Kishin vendosur prindërit dhe unë duheshte të jem dakord. Rash dakord, më thonin e ka jetën të mirë, jeton në Zvicër, të të kesh të ardhme fantastike. Dhe kështu bëra. U fejuam, mbaj mend të gjatë fejesës bashkëshorti im erdhi vetëm një herë në vendlindjen time dhe me një herë erdhi Vera, Vjeri dhe Vjera i ndan ditët e dasmës, më martuan dhe më morën në Zvicër. Jeta në Zvicër si fillim nuk ishte e lehtë. Për mua ishte një dramë më vete. Duheshte të ambientohem, duheshte të jetoj përditshmërinë, duheshte të mësohem atje. Por shpresa që mua më mbante të gjallë ishte vetëm fakti që unë kisha burin tim në krah. Dhe duke e patur burin tim në krah, unë isha jashtëzakonisht e lumtur dhe isha shumë e gëzuar. Mendoja që do të kem forcën më të madhe. Në fillim, ditët ishin fantastike. Po kënaqeshim, po argëtoheshim, po shëtisnim, po jetonim momente të bukura me njëri tjetrin. Viti i parë kaloi shumë mirë. Ishte kënaqësia më e madhe. Kur flisja me prindërit, thoja faleminderit që më keni gjetur këtë njeri që mua ma ndryshoi jetën. Por, jeta nuk ishte e njëjta. Pasi mbeta shtatzën, marrëdhënia jonë filloi që të ndryshon rrënjësisht. Ai nuk vinte në shtëpi, vonoheshte, rinte nëpër këto klabet që frekuentojnë shqiptarët këtu deri në orët e vona. Edhe kur vinte në shtëpi, më së shumti ishte i fokusuar në telefonin e tij, sesa në marrëdhënien me mua. Dhe mua kjo gjë më shqetësonte. Dhe më shqetësonte jashtëzakonisht shumë. Mundohesha që ta mirëkuptoj. E pyesja thjesht nga ishe, më thonte me shok. Por dyshimet e mia rriteshin, sepse shikoja që telefonin e fshihte. E shikoja që punonte, e lekët nuk i sillte në shtëpi. Kaluan kështu 6 muaj. 6 muaj të njëjta qëndrime, 6 muaj ftohje, 6 muaj urrejtje, 6 muaj zënka dhe inate. Unë për të nuk kisha fare vlerë. Fillova që t'i kërkoj sqarim. Çfarë ndodhte mes meje dhe atij? Ai nuk kishte më asnjë lloj ndjenje për mua. Ai u ftoh krejtësisht nga unë. Një natë e bëra zemrën gur, thash, t'ja kontrolloj telefonin. Diçka pas këtij telefonit fshihet. Kisha frikë, i thoja vetes, mos jam duke gabuar, mos jam duke hedhur ndonjë hap të gabuar. Por përsëri diçka në veten time thonte kontrolloja.
Teksa ishte duke fjetur, unë e hap telefonin dhe ç'të gjej. Ajo që unë e gjeta brenda atij telefonit ishte e tmerrshme. Ishin mesazhe me vajza, biseda me vajza, fotografi nga momente intime, romantike, sikur të ishte një djalë beqar e të mos kishte mbrapa një familje. U tmerrova, më ra tavani mbi kokë. Doja që në atë moment t'i fus thonjt në fytë ta mbys. Por ç'fuqi e ke? Asnjë fuqi. Rash të fleja atë natë, po gjumi nuk më merrte. Zgjohem nesër në mëngjes, u zgjua dhe ai, sikur të mos kishte ndodhur asnjë gjë. Sikur gjërat të ishin krejtësisht normale. Mundohem që të flas me të, por ishte e kotë. Dhe kur ja thash gjërat në fytyrë, më tha që ti je mashtruese, po gënjen. Nuk janë fjalë të vërteta këto që mi thua. Kur ja vërtetova me fotografi, ai më tha si të duash bëja. Unë kam një marrëdhënie tjetër, e dua si gruan time. I shkruajta asaj vajzës 2-3 herë në Instagram. E kërcënova dhe me jetë. Por asnjë gjë nuk ndryshoi. Gjërat vazhduan të ishin njësoj. Ai përkundrazi mua më rihte, tek mua nxori të gjithë natin. Fola me familjen time për ta shkatruar këtë familje. I matë më thot që aty e ke pas kismetin, aty do rish. Do durosh. Është shumë e vështirë për mua, se çfarë po ndodh. Është jo normale kjo gjëja e cila po ndodh në martesën time. Nuk mundem dot ta pranoj. Ndjem në presion shumë të madh. Dua të marr një mendim, një këshill. Ta lë, s'kam ku të shkoj. Familja ime nuk e pranon këtë ndarje. Për familjen time është normale që një burr edhe të ketë një femër tjetër, edhe të ketë një marrëdhënie tjetër. Por unë shpirtërisht nuk e duroj dot këtë tradhti. Ta përjetoj këtë tradhti. Është shumë e rëndë. Jetoj me një burr që e di që nuk më do, e di që nuk më respekton, dhe që jeton mes dy jetrave, që jeton mes dy përditshmërive, dhe që mundohet të shitet me fytyrë ndryshe. Familja e burrit nuk më përkrahin. Ato e duan djalin e tyre. Vajza tjetër nuk largohet nga marrëdhënia jon. Ajo vetëm përpara e don dhe ky nuk e kupton. Nuk e di se çfarë të bëj. Kam nevojë më shumë se kur për ndihmën tuaj. Dhe të lutem këtë letër mbajeni anonime dhe unë do ta respektoj, dashur. Unë uroj me zemër që ti të gjesh paqen, por e bukura ishte të shohësh rrugën tënde.